Gjevahir Gradica vjen para lexuesit me romanin e tij të parë Hëna. Promovimi u bën në mjediset e shkollës së Qemal Mici në Durrës, ku Gradica prej vitesh kontribon si mësues i gjuhës dhe letërsisë shqipe. Promovimi u shoqërua me diskutime dhe vlerësime për romanin, si dhe për rrugtimin profesional dhe krijues të autorit. Të pranishmit u ndalën tek mesazhet që përcjell libri, mënyra e ndërtimit të subjektit dhe emocionet që ai ngjall tek lexuesi. Sipas tyre, Hëna është një roman që arrin të mbajë të zgjuar interesin nga fillimi deri në fund, përmes një rrëfimi dinamik dhe disa linjave të ndërthurura të ngjarjeve. Është një roman i cili të lë në korrent gjatë gjithë kohës për të ditur se çfarë do ndodh më tej. Një roman tek i cili gjejmë disa linja rrëfimi, linja e dashurisë, linja e investigimit, linja jetësore e shumë të tjera, të cilat ju ftoj t'i lexoni për të njohur me to. Ky është romani i parë i Gjevahir Gradicës, por jo kontakti i tij i parë me botën e shkrimit. Autori ka një eksperiencë afro 40 vjeçare në arsim, ndërsa për gjatë viteve ka ushtruar edhe profesionin e gazetarit. Pikërisht kjo përvojë e gjatë me njerëzit, ngjarjet dhe realitetin e përditshëm ka shërbyer si frymëzim për ndërtimin e subjektit të romanit dhe karaktereve të tij. Në fjalën e tij, autori u shpreh se Hëna është një roman që ka në qendër lirinë në kuptimin më të gjerë të saj, lirinë e mendimit, të fjalës, të dashurisë dhe të besimit. Ai tregoi se libri përmban edhe nota autobiografike, pasi në të janë reflektuar përjetime personale, emocione dhe eksperienca të jetës së tij. Ajo që më shtyr janë ndjesitë e mia, është jeta ime. Vepra romani ka nota autobiografike, dedikur, trajtuar në mënyrë letrare, në mënyrë artistike, kështu që ka linja interesante. Në qendër është figura e femrës, ndërsa për mua mbetet shumë e shtrejtë liria dhe i kam shuar nga fillimi deri në fund të romanit është liria e fjalës, liria e dashurisë, liria e besimit. Promovimi i romanit Hëna u kthye jo vetëm në një aktivitet letrar, por edhe në një moment të vlerësimi për kontributin shumë vjeçar të autorit në arsim dhe kulturë, duke sjellë për publikun një vepër që ndërthur emocionin, reflektimin dhe mesazhet njerëzore.